Studentët e psikologjisë janë të emocionuar në prag të mbrojtjes së temës diplomës. I drejtohemi njerëz prej tyre. Përshëndetje, si quheni? Përshëndetje, jam Enkelida Farruku. Ka 3 vite që po studioj në Universitetin Vitrina dhe jam shumë mirënjohëse sidomos stafit të pedagogëve për një mësimdhënie kaq të mirë. Unë zgjodha të marr si temë diplome në fushën e psikofilozofisë me në krye profesor Dorian Sevon. Dhe përkatësisht në temën unë i përballë pseudounit. Ishte një zgjedhje imja. Interesante kjo. Ku konsiston? Atëherë, duke zhvilluar një orë leksionin me profesor Dorianin për të pandërgjeshme tek njeriu, zgjodha ta mbrojtja si temë diplome. Unë jam vetë njeriu me tiparet, karakteristikat e tij dhe me çdo gjë që karakterizon atë duke qenë vetvetja, ndërsa pseudouni është ajo që ne i veshim vetes ton për të shfaqur sa më mirë mbase para të tjerëve, ose për të thënë më saktë, ajo çka ne nuk jemi në të vërtetë, por veshim një mburoj vetes ton për të treguar diçka që nuk jemi realisht. Të është dashur të përballesh me studime të personave të ndryshëm apo ku je bazuar? Jam bazuar kryesisht jam bazuar në literaturë, në filozofë të ndryshëm, për më tepër tek Sartre dhe tek Kanti, 2 filozofë shumë të shquar, të cilët kanë folur për të ndërgjegjshme dhe të pandërgjegjshmen, dhe një pikë tjetër ku unë jam mbështetur ka qenë diskutimi rreth pandërgjegjshme në klasën tonë, në orën leksionit, siç thashte profesor Dorianit. Ajo që unë kam dashur të arrij në këtë temë diplome ishte nëse njeriu ka në të vërtetë momente të tilla ku shfaq veten e tij, ku shfaq unin, apo ne në çdo moment shfaqim diçka tjetër që nuk jemi ne, thjesht për të pëlqyer të tjerëve, pseudounin. Atëherë unë kam arritur në një konkluzion se është shumë vështirë dhe rrallëherë njerëzit shfaqin me të vërtetë veten e tyre. Pse ndodh kjo? Një ndodh sepse kudo që duhet jemi, duhet përshtatemi mjedisin. Në mjedisin e punës duhet të vishemi në mënyrë zyrtare. Unë me të vërtetë mund të kem një tip sportiv në veten time dhe sot do doja me dëshirën time më të madhe të isha veshur në mënyrë sportive. Por ambienti kur unë jam sot, ku do të prezantoj temën time diplomës, më duhet të jem në një veshje serioze siç jam veshur sot. Çdo drejtori apo çdo zyrtar i lartë duhet të shkojë me rroba serioze në punë. Në diskutim, po, pavarësisht dëshirës se si do donte të vishej, kemi sërish rastin e kamarierit. Kamarieri, pavarësisht një ngjarje të trishtueshme, një problemi familjar, mbase me të dashurën, mbase me të shoqen, ai sërish do të buzëqesh në punë. Gjithmonë duhet buzëqesh me klientët, pavarësisht gjendjes së tij shpirtërore. Kjo sërish është diçka që ne i veshim. Sërish është pseudouni. Kemi shumë raste të tilla. Në bashkëbisedimin me studentët në klasën, në auditorin ton, ato përmendën se ne mund të shfaqim vetveten në gjirin familjar. Jam shumë dakord me këtë, por ama unë do rreshtoj në temën time të diplomës edhe raste kur ne nuk shfaqim sërish vetveten në gjirin familjar. Nëse ne vim të lodhur nga puna si bashortja apo bashortja dhe në shtëpi do duhet luajmë, ajo është koha për të luajtur me prindërit, atëherë nuk do shfaqim problemet e punës. Duhet jemi të qetë, duhet jemi dashur për fëmijët. Sërish ne jemi pseudouni. Nëse secili për bashortëve ka një problem me njëri tjetrin, para fëmijëve nuk dëshiron t'i shfaqin asnjëherë. Sërish ato veshin diçka që është pseudouni. Rrallëherë ne jemi vetvetja. Dhe unë kam dalë në përfundimin se vetvetja e njeriu është vetëm atëherë kur është vetëm, pa praninë e tjerëve, sepse Sartre e thot shumë bukur, ferri janë të tjerët. Pra, frika, ajo çka mua më tjetërson, janë të tjerët. Nëse unë ndodhem përballë të tjerëve, unë nuk jam vetvetja. Unë jam dikush tjetër, por vetëm vetvetja nuk jam. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve.